Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish të konstituitohet edhe në përpjekjen e 18. Menjëherë pas dështimit të seancës, filluan deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, e teksa në hollin e kuvendit po fliste kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, një bisedë tjetër po zhvillohej në oborrin e kuvendit mes deputetit Nait Hasani dhe ministres në detyra Albulena Haxhiu. Njëherët edhe e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, Hasani dhe Haxhiu diskutuan për disa minuta ndërkaq nuk lejuan gazetarët që t'u afroheshin duke thënë se është bisedë tejet private. Në fund shtrënguan duart me njëri tjetrin. Nuk dihet nëse kjo bisedë kishte të bënte pikërisht me kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare, e cila ka dështuar edhe në këtë tentim të 18, duke vazhduar ngërçin në institucionet e Kosovës. Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancën e 18 me radhë në përpjekje për konstituim. Pavarësisht deklarimeve të shumta, duket se edhe sot pritet të jetë skenari i njëjtë sikurse në seancat e mëparshme. Pak para fillimit të kësaj seance, në sallën e kuvendit, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku dhe ai nismës Fatmir Limaj kanë shkëmbyer disa fjalë mes vete. Nga fotografitë shihet se Abdigjiku dhe Limaj kanë pasur një diskutim serioz. Në fund të bisedës së tyre, ata i shtrënguan dorën njëri tjetrit. Ndërkohë, kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj është deklaruar para seancës së radhës për konstituitimin e kuvendit në Kosovë, duke theksuar se ngërçi aktual mund të tejkalohet vetëm përmes dialogut dhe marrëveshjes ndërmjet partive politike. Një marrëveshje politike është e domosdoshme, mendoi se secili duhet t'i jejë thirrë përgjegjësisë së vet. Forcat e tjera politike nuk ka, këto janë që janë, tha Limaj para gazetarëve. Ai theksoi se rruga e vetme për daljen nga situata është përmes bisedimeve dhe marrëveshjeve politike, ndërsa bëri të ditur se nisma nuk ka pranuar asnjë ftesë për të dhënë propozime në lidhje me procesin e konstituimit të kuvendit.